Juftoj të gjithëve 1 minutë heshtje. Lavdi. Zonja dhe zotrin, sot jemi së bashku në një ditë pikëlidhje dhe humbje. Në një ditë lamtëmire që ka për frym nderimin dhe mirënjohje. Haxhi tha që shkoi nga kjo jetë me qetësinë dhe urtinë e burrit që nuk ju ndan dhimbjet, por nuk rënkoi, që ja ndan familjen, por nuk u ankua, që e deshja dheun kombin dhe popullin e vet, sikundër din të bëjnë gjithmonë qëndrestarët, luftëtarët dhe fitimtarët. Kjo mbledhje komemorative po mbahet nën përkujdesjen e kryetarit të komunës së Skënderajt dhe më lejoni që të ftoj përpara jush kryetarin e komunës, zotri Fadil Nura. Nderuar familje Faqe, e dashura në nahyrë. E nderuar kryetare e Parlamentit të Republikës së Shqipërisë, zonja Elisa Spiropali. Nderuar kryetari i komunës, general Samel Ushtaku. Nderuar kryetar Pedri Hamza. Nderuar ministër zoti Taulan Balla. Të nderuar zëvendës ministra, ambasador e konsuj, të nderuar deputet të parlamenteve të Republikës së Shqipërisë në Republikës së Kosovës, të nderuar kryetar komunash, të nderuar përfaqësues të partive politike, gjithë ju të pranishëm. Në këto çaste të pikëllimi për familjen Faqi, teksa po përcillet me nderimet e larta, prisi kësaj familje abetare të në banesën e tij të fundit, bashkëndjem, dhimbje me nënën Hyrë, me presidentin Faqi, djemt dhe vajzat e Bacit Haxhi, i cili na dha mësim se liria është e shenjtë dhe duhet punuar e luftuar për të. Haxhi Faqi është pjesë e brezit që mbolli faren e lirisë dhe u iki atë me përkushtim të jashtëzakonshëm e me sakrifica të mëdha. Prandaj, ai sot i la trashëgimin historike Kosovës. Ne ndjejmë rrahjet e fundit të zemrës së tij. Një fakt që nuk e pati ai i cili kujtoi rrahjet e zemrës të stërgjyshëve tonë në momentin më kulmor të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Baci Haxhi, ju vetëm që iku nga kjo botë në mallin për djalin e tij, që të shmallej në moshën e pleqërisë. Por iku pa e kuptuar pse Hashim Faqi, si një nga qëllimtarët të Kosovës që e solli lirinë, po vazhdoj të qëndroj në një ambient burgu i jashtë vendit e tij, për cilën punoj dhe luftoj pareshtur deri në nëntorin e vitit 2020, për të vazhduar sot e kësaj dite betejën për drejtësi. Me vdekjen e tij, pushuan dhëmbjet fizike që e rënduan kohëve të fundit, por ju sa ato që shkaktohen në shpirt kur nuk e ke afër fëmijën tënd, atë fëmijë që e lini, e rrit dhe bën të marrë në dorë fatin e një populli të tërë. Jo shumë larg nga dita e sotme, teksa i bëra një vizitë në klinikën ku po kurohej, e gjeta në vullnet të fort e shpresë plot. Në gjersa më përcollet dhe deri te dera
si që gjithmonë aje kështë e zakon, me tha, pa din popo. Rëni pa marakësën, mirë jam shëqër, dhe sot e nesër më thanë mjek e kësmet drejtën në burujë, se tash vjen pranvera në natyrë e lullet mira. Edhe kam për më të malë se edhe Hashimi këtë pranverë, varë Zoti pa na vjen, e përbejnë një test që shë të rejnë. U përshëndetë me përqafim të ndarë, bashkë me mallin që kishte për Hashimin dhe buruje. Dhe fatkeqësisht, ai po atë ditë u rikthyti luftoi me vdekjen, por nuk u dorëzua dhe rezistoi derisa shuajti mallin për ta parë djalin. Me tullime e priti gjatë, pa djalin, i shtrëngoi dorën në fart dhe mbylli sytë. I lehtësuar për gjithmonë për të rikthyer sot që ta shuaj mallin tjetër. Burujen me ajtë pastër, natyrë të bukur, e lullet pranverës në mesin e qindra e mira kërshve të lirisë. Të nderuar praneshëm, padrejtësitë e sot në shumë larg nga ky vend rëndojnë mbi supet e themelitarit të shtetit të pavarësisë së Kosovës, i cili bashkë me shumë shokë tjerë luftuan për lirinë e popullit pa u trembur asnjëherë nga vdekja. Hashim Thaçi, si kryeministër historik i Kosovës, sot është larg nga dhejot dhe familjes, duke përballur në sprovën më të madhe që nga shirimi i Kosovës. Sot po humbet qasti i vetëm me jetë që djalit të shoh për herë të fundit babain e tij edhe të vdekur malje. Vendimi për moslejimin e presidentit Thaçi për të qenë i pranishëm sot mes nesh është goditje e re. Jo vetëm për familjen, ne dhe gjithë ju bashkarisht, por për gjithë ata që besojnë se drejtësia duhet të jetë drejtësi. Të nderuar zonja dhe zotërim. Tani, mbetet i përjetshëm i kujtimi për Basin Haxhi, si një njeri i urtë, mikpres dhe dashamirë me vlerat të larta morale, njerëzore e artëtare. Ky moment është më shumë se një nderim, është një betim për respektin e përjetshëm ndaj familjes Thaçi dhe sakrificës së saj për lirinë e Kosovës. Sot, Skenderaj, Drenica dhe Kosova janë një zem, një zemër, një krenari. Në këto momente të dhimbshme, Drenica dhe gjithë Kosova qëndrojnë krah për krah me presidentin Thaçi, të pathyeshëm, krenar dhe të bashkuar. Nga këtu dhe kudo tjetër i dërgojmë ngushëllimet më të thella presidentit Thaçi, familjes së tij dhe gjithë atyre që u preken nga vdekja e Basit Haxhi. I qoftë i lehtë dheu i Kosovës, i përjetshëm i qoftë kujtimi dhe respekti për jetë e madh për Basin Haxhi. Ju falenderoj. Për një fjalë rasti, ftojmë kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Mendi Krasniqi. Shumë nderuar familje Thaçi, e dashur me na hyrë, të nderuar qytetar të Skenderajt, Drenicës se anën banë Kosovës, e nderuar kryetari i Kuvendit të Republikës Shqipërisë, zonja Spiropali, zonja Rama, zoti Balla, zoti Ruçi, i nderuar kryetari i komunës, zoti Nura, nënkryetar Lushtaku, zoti Bedri Hamza, kryetar të komunave, zyrtar
të nivelit qendror dhe nivelit lokal, deputet të Kuvendit Republikës Kosovës, Vëllësonja dhe Zotëri. Baballarët janë arkitektët e padukshëm të fateve tona. Ata janë shtyllat mbi cilat ndërtojmë ëndrat tona, rojet e heshtura që mbajnë mbi supe barën e së ardhmës sonë. Prandaj kur një baba largohet nga kjo botë, ai nuk e lë pas thjesht një familje në zi, ai lë pas një trashëgimi, një testament të karakterit tij. S'ka litur në jetën atyre që ai ka rritur, në vlera që ai ka ngulitur, në vizionin që ka transmetuar. Me ndarjen nga jeta të Haxhit Thaçit, ne nuk vajtojmë vetëm një baba. Ne nderojmë një figurë që mishroi sakrificën, mësime të cilës formsuan historinë dhe ishin busulla e moralit që krijoi një lider historik si Hashim Thaçi. Në një bisedë me birin e tij, Hashim Thaçin, pas një aksioni vitit 1992, Haxhi Thaçi tha fjalë që sot qëndrojnë si një parim udhëzues për gjithë ata që e kuptojnë peshën e përgjithësisë dhe çmimin e lirisë. Me një mençuri të vendur nga përvoja e tradita, ai kishte thënë birit: "Bire im, e di që e futur thellë në punë krahun, po ki kujdes për veten edhe më shumë për shokët e tu. Për Serbinë mos u mërzit, veç mos u korrit." Këtu nuk janë thjesht fjalë të një babae, po jelhona e brezave të tërë baballarëve shqiptarë, cilët e dinin se jeta nuk jetohet për vete, po për një qëllim më të gjatë. Haxhi Thaçi nuk rriti vetëm një djalë, ai formsoi një udhëhec, një çlirimtar, një njeri që do të qëndronte në ballë të luftës për lirinë e Kosovës dhe vendit të shqiptarëve të tjerë. Vlerat e tij, mësimet e tij, diniteti i tij i heshtur, këto janë forcat e padukshme që u bëjnë Hashim Thaçin të bëjë një shyrë e historisë së kombëtare. Kosova u beku me një udhëhec, sepse fillimisht u bekua me një baba që besonte në detyrën e shenjtë të shërbimit ndaj popullit të tij. Prandaj edhe sot, nga mbledhjet komemorative, ku padrejtësisht dhe fatkeqësisht mungon Hashim Thaçi, ne përcjellim ngushëllimet dhe përshëndetjet më të sinqerta atij duke thënë president, ashtu si dhe populli i Kosovës, baba jote shqiptar në kulturën tonë. Të dashur pranishëm, historia e Baçës Haxhit është historia e shumë baballarëve në Kosovë, të cilët përmes dekadave të shtypjes dhe të shqetësimit ushqyen tek fëmijët e tyre në shpirt pafyeshëm. Është historia e tyre që me asgjë tjetër veç vendosmërisë i mësuan bijtë dhe bijat e tyre se digniteti nuk dorëzohet kurrë, se shpresa nuk shuhet kurrë dhe se liria është trashëgimia më e çmuar. Pavarësia e shtetit, vetë kondi ynë qëndron sot mbi themelet e palkundura të ndërtuara nga burrat si Baça Haxhit, nga baballarë që udhëzuan pa kërkuar, që sakrifikuan pa hezituar, që deshën pa kushte. Largimi nga jeta i Haxhi Thaçit vjen një zbrastik të madhe, por gjithashtu edhe pas një mësim të përjetshëm. Se arritja më e madhe një babai nuk është suksesi i tij personal, por forca, karakteri dhe trashëgimia që ai bë tek fëmijët e tij. Dhe si një testament i fundit i dashurisë prindërore, Baça Haxhi ka pas një mesazh pa shkruar në ditët e fundit të jetës së tij. Ai priti. Priti me durim dhe forcë, derisa i biri ngrihet pranë. Sepse një baba nuk largohet kur nga kjo botë, pa i dhënë dam të mirën e fundit djalit. Prandaj sot, le ta nderojmë atë jo vetëm në fjalë, por në vepra. Le të përpiqemi të mëshirojmë vlerat për cilat ai qëndroi, le të shojmë përpara trashëgiminë e tij, duke siguruar që shteti për cilën ai dhe shumë të tjerë sakrifikuan, vazhdoi të ngrihet më i fortë dhe më i pashtuar. Ngushëllime familjes Thaçi, po ngushëllime të gjithë. Baça Haxhi u kthehet në pace. Ju falenderoj. Poi tani, vetëm Bedri Hamza, kandidatin për kryeministër të Kosovës në radhë të